Zoti Krasniqi, nëse bëjmë një rezume të situatës politike muajt e fundit në vend, kemi zgjedhjet e 8 majit, më pas situatën postzgjedhore me akuza kundër akuza të dy krerëve të partive më të mëdha në vend, pra të zotit Berisha dhe zotit Rama. Ndërkaq që kemi më pas finalizimin e procesit zgjedhor me shpalljen fitues të zotit Basha, e më pas sërish me replika e akuzat të njëpasnjëshme për vjedhje, manipulim apo për transparencë të zgjedhjeve nga ana e Partisë Demokratike. Në fakt, i gjithë kjo situatë politike, si erdhi dhe kjo frymë politike e duke filluar me datën 8 maj dhe deri më sot që flasim. Zhvillimi i tillë, ajo çfarë ndodhi në Shqipëri dhe zhvillimi i tillë elektoral është deri diku një nga ato raste tipike që njihen edhe në vendet të tjera, në raste kur partitë politike e organizojnë tërësisht procesin zgjedhor dhe administrojnë votimin. Ne jemi nga vendet e pakta në Europë ku partitë kryesore politike kanë gjithë monopol në administrimin zgjedhor. Do thotë, ato konkurrojnë me kandidat, ato prezantojnë platforma, ato kanë komisionet e votimit, ato kanë komisionet e numërimit, ato kanë apelimin. Dhe duke i pasur të gjitha strukturat, është normale që midis tyre të ketë mosmarrëveshje, sidomos kur diferenca midis kandidatëve është jashtëzakonisht e ngushtë. Në këtë zgjedhje pritej që nëse diferenca do ishte jashtëzakonisht e ngushtë, të dy palët do kishin kontestime ndaj zgjedhjeve. Nëse diferenca do ishte shumë e madhe, siç ndodhin bashkitë e tjera të vendit, nuk do kishte kontestime. Por ajo çfarë ndodhi në Tiranë është tipike për treguar që sistemi ynë demokratik i zgjedhjeve, i shkruar në ligjin e kodin zgjedhor, ka probleme madhore në zbatimin e tij praktik dhe institucionet të cilat janë përgjegjëse për administrimin zgjedhor kanë minimumin e besimit publik në ushtrimin e funksioneve të tyre ligjore dhe kushtetuese. Nëse bëni një krahasim mes zgjedhjeve të 2009-s dhe atyre të këtij viti, pra të 8 majit, sipas jush, cilat ishin pikat e përbashkëta mes dy proceseve zgjedhore në vite të ndryshme dhe çfarë evidentuan për herë të parë këto zgjedhje sipas mendimit tuaj? Për herë të parë kemi në dy zgjedhjet një afrim ekstrem të dy palëve politike. Diferenca midis PS-s dhe PD-s në zgjedhje kaluar ishte 10.000 vota, ne pam në Tiranë që diferenca ishte disa dhjetra vota midis kandidatëve. Do thotë kemi një afrim jashtëzakonisht madh të dy palëve dhe kur palët janë kaq afër njëra me tjetrën, të dy palët do duhet të tentojnë të tërheqin elektoratin e pavendosur, gjë që nuk ndodhi as në vitin 2009, as në këtë zgjedhje. Do thotë palët e lezuan këtë afrim të palëve si bazë për konflikt dhe jo për, po themi, një politikë shumë ndryshe që arrin të tërheqë një pjesë më të madhe, sidomos të zgjedhësve të rinj, të cilët janë përcaktues përfitues në zgjedhje. Nga ana tjetër, do duhet të kishte diferencë themelore midis zgjedhjeve parlamentare dhe lokale, por praktikisht ne pam të njëjtën retorikë dhe të njëjtën sjellje. Imagjinoni një deputet që konkuron në zgjedhje dhe premton ujë, rrugë, drita dhe punësim që nuk janë kompetenca parlamentare. Kur detyra kryesore e një deputeti është bëj ligje dhe një kandidat për kryetar bashkie që premton të njëjtat gjëra, që janë kompetencat e tij, por me kushtet aktuale, me legjislacionin aktual në Shqipëri, shumica kompetencat e pushtetit vendor janë ndërthurura me pushtetin qendror. Kështu që praktikisht edhe në zgjedhjet e kaluara, edhe në këtë zgjedhje pam një retorik krejt ndryshe, do thot nga problematika reale e qytetarëve, një fushat më shumë imazhi mediatike të përpunuar për të shitur diçka çfarë palët nuk janë dhe një, po themi, tërheqje drejt atyre temave që tërheqin më shumë vëmendjen e partive politike se sa janë probleme kryesore qytetarëve. Po ju marr dy raste, për shembull, ne nuk pam të jetë pjesë e fushatës elektorale çështja e korrupsionit, apo të jetë financimi elektoral, që është grupa më e madhe e zezë, po themi, politike shqiptare. Ne sot një zyrtar të thjesht e vendosin përpara drejtësisë, nëse ai pozon me shifra minimale parash, dhe kur bën fjalë për partitë politike, ato kanë të drejtë dhe e bëjnë në mënyrë vazhdueshme, siç e bën të dy zgjedhje, televizin miliona euro dhe dollar për fushatën elektorale, për imazhin elektoral, për marketingun elektoral. Gjë që palët praktikisht nuk e ngrenë zërin, nuk e bëjnë dhe kanë kompromis të heshtur midis tyre. Dhe nga ana tjetër, në dy zgjedhje pam një përdorim me ekstrem të asaj që quhet burimeve publike dhe zyrtare në fushatë elektorale nga dy palët politike, çfarë tregon që një vend që do të hyjë në Bashkimin Evropian është një sjellje parademokratike, do thotë shumë larg atyre standardeve që kërkohen për një shtet serioz. Ndalim edhe njëherë tek zgjedhjet e 8 majit, të cilat u monitoruan dhe u komentuan edhe nga diplomat ndërkombëtar, të cilët her pas here bën thirrje për transparencë të zgjedhjeve në fakt. Majoranca i ka quajtur këto zgjedhje transparente, ndërkaq nga ana tjetër kemi opozitën e cila i ka quajtur zgjedhje të vjedhura. Nëse ju do të kishit mundësi të vendosnit një mbiemër këtyre zgjedhjeve në cilësinë tuaj si qytetar shqiptar apo në cilësinë e një analisti apo opinionisti, çfarë mbiemri do t'i vendosnit? Ne në praktikën tonë kemi dy lloj zgjedhjesh, zgjedhjet europiane, do thotë zgjedhje me standarde të njohura nga Komisioni i Venecias dhe të përcaktuara kush quhen standarde për qenë zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike, dhe praktikën shqiptare të zgjedhjeve të kontestuara. Këto lloj zgjedhjesh
hynë në praktikën shqiptare zgjedhje kontestuara. Mund të jenë transparente, mund të kenë risi, siç patin këtë fushatë elektorale. Pati media shumë e prezent, pati transparencë më të madhe publike, pati debate publike me kandidatëve, me opinionin publik, me grupe qytetare, pati diku retorike dhe më të ulur në raport me zgjedhjet e kaluara, pati më shumë vëmendje të grupeve shoqërisë civile dhe angazhim të tyre në fushatë elektorale, por këto nuk mjaftojnë sepse në fund procesi zgjedhor lidhet me votën në ditën e fundit dhe me administrimin e votës. Dy pika kur përsëri Shqipëria dështoi me këtë lloj zgjedhjesh. Kështu që praktikisht raporti i Odirit OSBE-s i bën një analizë detajuar këtij lloji procesi dhe thotë gjën më themelore. Ju keni bërë një hap para, por për të bërë 100 hapshin për të hyrë në Bashkimin Evropian do duhen 100 hapa. Shqipëria vazhdon përsëri të bëjë një hap para me një ngadalësi të tillë që praktikisht të gjitha vendet e rajonit po na lënë pas. Dhe ky është problemi më madhor i Shqipërisë, sepse ky është një shans të cilin klasa politike duhet ta përdorë jo për fituar një mandat në një bashki të caktuar, por për fituar një shans të madh për Shqipërinë, gjë që nuk ndodhet. Dakor. Në një prononcim tuaj të fundit për zërin e Amerikës, ju jeni shprehur se ajo çka juve ju bën përshtypje në situatën politike në vend së paku 2 vitet e fundit, është se koalicioni krijuar në zgjedhjet e vitit 2009 mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk kanë ende një bilanc zyrtar të funksionimit të këtij koalicioni. Kjo është një pikë më shumë rëndësi, kam përshtypjen. A mund të jepni argumentet tuaja të shpjegoni më tej këtë deklaratë po tuajën? Është normale kur një parti politike detyrohet për të qenë në koalicion me çdo parti tjetër politike, gjëja e parë që bëjnë dy parti politike është një kontratë reciproke mbi ato që quhen angazhime politike. Do thotë dy palë bien dakord që nga programi im elektoral do merren këto pika dhe do zbatohen këto pika. Në rastin e marrëveshjes midis Partisë Demokratike dhe LSI-s është një marrëveshje jo natyrshme, sepse janë dy parti të spektrit ndryshëm politik, janë dy parti që kërkuan votat e elektoratit kundër njëra tjetrës. Dhe janë dy parti që hynë në një koalicion qeverisës pa një marrëveshje të shkruar dhe publike mbi reformat dhe angazhimet e tyre konkrete. Thelbi i marrëveshjes së nënshkruar prej tyre është thelbi i ndarjes së pushtetit, që është një parim antikushtetues dhe antiligjor, sepse kemi të bëjmë me poste të administratës publike, të cilat normalisht do duhet të fitohen me konkurs dhe jo me marrëveshje midis partive politike. Dhe ajo çfarë është më interesante në mënyrën e funksionimit të këtij koalicioni është mungesa totale e institucionit të respektit të reciprok midis partnerëve qeverisës. Sot ne bëjmë një bilanc dhe kemi lehtë për ta bërë një bilanc sepse praktikisht prej 2 vitesh nuk kemi pasur ende një takim të kryetarëve të koalicionit, nuk kemi pasur ende një tryezë të ekspertëve të koalicionit, nuk kemi pas një konsultim midis anëtarëve të koalicionit dhe asnjë nga vendimarrjet kryesore politike nuk është marrë përpara në koalicion përpara se të kalojnë debatet politike. Por kemi qëndrime gati të kundërta dhe që lidhen deri diku me ndjesit individuale të leadershipit të dy partive kryesore dhe raportet e tyre personale, gjë që nuk është normale në demokraci dhe gjë që tregon që koalicioni aktual qeverisë, formula e tyre, morali politik dhe mënyra se si ata po themi funksionojnë, është koku larg nga modeli që ne njohim nga Europa perëndimore dhe nga vendet që kanë kaluar përvoja të tilla demokratike. Sipas mendimit tuaj, pse nuk ka ende një bashkëpunim ose një marrëveshje që të bëhet edhe publike mes kreut të LSI-s, zotit Ilir Meta, dhe kreut të Partisë Demokratike, zotit Sali Berisha, që është njëkohësisht edhe kryeministër i vendit. Pse nuk bëhet një bashkëpunim publik i qartë? Dy janë arsyet kryesore. E para sepse ky është një koalicion i kushtëzuar, do thotë nuk është problemi që Partia Demokratike ka zgjedhur një aleat që e do shumë. Problemi është ka zgjedhur shifrat parlamentare dhe shpengi shifrave parlamentare. Do thotë Partia Demokratike ka lehtë të pushojë shumicën e zyrtarëve të saj, por ka pamundur të pushojë një zyrtar çfarë do të partnerit koalicionit qeverisë, sepse i keti nga qeveria sjell automatikisht rrezimin e qeverisë. Dhe arsyeja e dytë ka të bëjë me mentalitetin e funksionimit të partive politike në Shqipëri. Ne kemi një numër të madh partive politike, rreth 100 parti të regjistruara, por në fakt nuk është ky alarmi kryesor për Shqipërinë. Alarmi kryesor për Shqipërinë është që asnjë parti politike nuk funksionon si parti reale demokratike. Do thotë nuk kemi parti me zgjedhje, me struktura të brendshme llogaridhënie dhe struktura të cilat mbajnë një përgjegjësi për ato gjëra që thon publik dhe për ato për të cilat kërkojnë votën. Kështu që edhe në rastin konkret, Partia Demokratike dhe LSI-ja nuk veprojnë si dy forca politike të cilat kanë programe dhe debatojnë mbi programet e tyre. Në fakt asnjëra nuk ka program. Nuk ka program shkruar, nuk ka program të prezantuar publik dhe vendimarrja politike është deri diku ajo çfarë quhet politike ditës, domthonë problematika që dalin nga media ose nga nevoja për të shpikur politika ditës. Dhe e dyta lidhet me mentalitetin e drejtimit të partive politike si deri diku si një ndërmarrje fitimprurëse private. Do thotë
themelore është individet të marrin postë, dhe nëse individet marrin postë, dhe nëse qarkullojnë të mirat materiale midis një grupi të caktuar njerëzish, gjithçka shkon mirë. Kjo ndodh dhe për shkak se sistemi aktual kushtetues i jep një pushtet shumë të madh qeverisë, dhe praktikisht nga një raport kushtetues i vjetër ku parlamenti ishte dominues dhe mund të shkarkonte qeverinë, ne kemi kaluar një raport të ri kushtetues ku qeveria dominon mbi parlamentin, dhe ky është një paradoks i madh i atyre që bën ndryshime kushtetuese vitit 2008 dhe një ecje pas së Shqipërisë në raport me balancën dhe ndarjen e pushteteve në krahasim me gjitha vendet e tjera të rajonit dhe vendet aspirantë të Bashkimit Evropian. Në fakt ka një rregullator në sistemin politik shqiptar përveç kushtetutës? Përveç ta bëj një pyetje sepse. Okej, atëherë ka një rregullator për sistemin politik në Shqipëri përveç kushtetutës? Rregullatorët janë përcaktuar me ligj. Nëse ne ju merrni ligjin e partive politike, shohim pikat të prera ku partitë politike janë detyruar të zbatojnë disa parime, dhe ku ligjvendësi ka vendosur që nëse palët nuk i zbatojnë këto lloj parimesh, këto lloj partie politike konsiderohen të jashtëligjshme apo shkrinjen me vendime gjykate. Në fakt, asnjëra palë nuk respekton, dhe kur të gjitha palët i shkelin, këto gjuken normale sepse askush nuk ankohet. Por çfarë ndodh? Ndodh me atë se pluralizmi politik në Shqipëri është kufizuar jashtëzakonisht shumë dhe shoqëria shqiptare ndodh një presion të jashtëzakonshëm. Do thotë një qytetar nuk ka mundësi për ta ngritur zërin e tij, dhe me sistemin aktual të votimit, je vetëm mjafton që ka një qytetar në mënyrë të reprezentoj shkruetari i komunës apo bashkisë. Ne zgjedhim deputetin nga lista që cakton kryetari i partisë, ne zgjedhim qeverinë varësi nga pazaret dhe marrëveshjet e fshehta që bëhen nga kryetarët e partive, ne zgjedhim presidentin me shumicë minimale parlamentare, ne zgjedhim të gjithë funksionarët parlamentarë, funksionarët kryesorë shkruetur në parlament, dhe praktikisht qytetarët kanë ngelur, po themi, pa mundësi ndikimi drejt për drejt në atë që quhet vendimarrje kryesore politike. Në një vend normal kjo nuk duhet të ndodhë. Do duhet kishte mekanizëm kontrolli nga vetë qytetarët, do thotë demokraci direkte, do thotë mundësi për zgjedhur presidentin direkt, për zgjedhur deputetët direkt, brenda proporcionalit për zgjedhur midis emrave që propozon partia politike, dhe vetë partitë për aplikuar parimin një antar një vot ose votimet e tjera kongruese, gjë që praktikisht nuk ndodh. Për të ndodhur kjo në fakt çfarë duhet të ndodhë praktikisht për të ndodhur kjo që sapo that? Dy janë elementet bazë, i thotë edhe raporti i Bashkimit Evropian për Shqipërinë, është niveli i kulturës politike në Shqipëri dhe në radhë parë tek vendimarrësit politik dhe nevoja e një shoqërie të hapur funksionale. Do thotë ne kemi demokraci, por nuk është demokraci tërësisht funksionale. Një qytetar ka të pamundur të mbrojtë drejtat e tij, sepse nuk ka mekanizëm për të mbrojtur, dhe ka të pamundur të promovohet në karrierën e tij nëse nuk ka mbështetje një partie politike. Mekanizmi që ne kemi krijuar kohët e fundit, ku gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, gjykatën e lartë, funksionarët e tjerë publik, të gjithë vendosen për shkak kriterëve partijake me një gjykim bardhëzi të parlamentit, është mekanizëm që shkon kundër rrjedhës të shtetit ligjor dhe nevojave që ka Shqipëria. Kjo përkthehet edhe me mos funksionimin e asnjë institucioni ligjor në vend? Absolutisht. Ne, sidomos vitet e fundit, vazhdojmë të kemi një retorik jashtëzakonisht të ashpër bardhëzi. Dhe kush është interesi i partive dhe pse e bëjnë këtë gjë? Në momentin kur kemi bipolaritet politik, kur dy palë politike akuzojnë jashtëzakonisht shumë njëra tjetrën me fjalojnë, po themi, e gradës fundit, mesazhet që ata duan t'ju japin qytetarëve, të cilët nuk janë me ata, nuk mendojnë një lloj si ata, është nëse ju përfshinin politik, do paltoseni se ne. Është më mirë që ju të heshni, që ne t'ju respektojmë. Dhe praktikisht ne kemi arrit një pikë ku shoqëria civile është tërësisht po themi, nuk është zëri i saj është krejtësisht minimal në jetën politike, ku media është në shumicën e saj e prirur politikisht dhe ku aktorët civil të mungojnë tërësisht dhe nuk kemi as edhe nisme publike dhe qytetare e cila mund të merret seriozisht dhe mund të shkund, po themi, sadopak partitë politike. Ndërkohë që raporti i Bashkimit Evropian e thotë shprehimisht, Shqipëria dështon për vitin e dytë për shkak të dy forcave kryesore politike dhe retorikës së ashpër dhe mungesës dialogut midis tyre. Dekord, sipas jush e djatha shqiptare, po synon një pushtet sa më i gjatë në vend, apo pas kësaj lufte për pushtet fshin interesat të tjerë, ndoshta më të mëdhenj për te atyre politik. Si quani ju? Në funksioni kryesor i çdo partie është ketë pushtet, por nëse ne i gjykojmë sot, po themi koalicionin qeverisë dhe themi që kërkon me insistim të qëndrojë në pushtet, kjo nuk duket problematike. Problematike është kur në kërkesën e insistuar për qëndruar në pushtet shkelen parime për cilat mbron kjo djathë dhe kjo parti politike. Dhe nëse ne i gjykojmë sot zhvillimin politik në Shqipëri nga këndvështrimi 10 viteve më vonë, atëherë do kuptojmë që dilemen e madhe dhe gabimet e mëdha që u bën për një djathë e cila për qëndruar, për zgjatur ditët e saj në pushtet, bëri, po themi, kompromise me parimet e saj, me vlerat e saj dhe me traditën e saj. Sot ne kemi një koalicion qeverisë i cili mbështetet në dy kryeministat të Partisë Socialiste,
që mbështetet tek disa parti të majta, ne pam zgjedhjen në Tiranë që baza kryesore fetore ishte kandidati i Partisë Komuniste dhe vendimmarrja politike është, po themi, për çështje që nuk lidhen politike djatha, nuk kemi më vendimmarrje për pronat, për përndjekurit, për traditën, për ligjin që mbrojnë identitetin kombëtar, po kemi krejt vendime të kundërta, të cilat nuk janë tipike të djathës. Do thotë, jo vetëm po prishet përfaqësimi realit e djathës në vendimmarrje, po dëmtohet ndjeshëm, po dëmtohet edhe që quhet identiteti i djathës në prezantimin publik. Dhe ky është dëmi më i madh që i bëhet i djathës aktuale. Nuk mahet një suksesi një djathë dhe të majte me ditët e qëndrimit në pushtet. Ne kemi në historinë e Shqipërisë njerëz që kanë qëndruar me nga 40 vjet në pushtet, por nuk sot kujtohen për gjëra negative. Por matet me çfarë kanë prodhuar ata për vendin, çfarë kanë prodhuar për Shqipërinë dhe sa të afta kanë qenë për të parashikuar të ardhmen. Gjë që siç duket, mendimin tim, koalicioni sot në qeverisë as nuk e mendon. Megjithëse jemi në këtë pikë, Partia Demokratike në fakt dhe qeveria e Berisha ka bërë vazhdimisht premtime për reforma në sektor të ndryshëm që prej vitit 2009. Në fakt, sipas mendimit tuaj, a ka reforma konkrete që janë të prekshme edhe për qytetarët? Ka një dallim madh midis mandatit parë të qeverisë dhe mandatit dytë të qeverisë aktuale. Mandati i parë premtoi reforma, bën përpjekje për reforma, një pjesë e nismave të tyre u konsideruan antikushtetuese për shkak fajësisë së individëve të cilët promovuan ligje të cilat nuk morën parasysh sistemin tonë kushtetues, por në thelb ishte një vullnet i shprehur për reforma. Mandati i dytë është mandat krejt ndryshe, është mandat i konsumit, është mandat problematik për shkak pamundësisë për qeverisur shtetin, është mandat i kurrëzuar për shkak votave dhe ç'është më themelorja është mandat i kurrëzuar dhe në raport me parlamentin. Do thotë për të miratuar një reformë në Shqipëri duhen 84 vota dhe koalicioni sotëm ka 73 vota. Koalicioni jo vetëm që nuk ka arritur dot në 2 vite të miratojë as dhe ligji i tranzicion parlamentar, por as nuk ka bërë përpjekje për ta bërë këtë gjë. Si mund të bëhen përpjekje? Ne kemi modelet e vendeve të tjera. Së fundi kemi një shtet bashkimit evropian si ishte Slovakia dhe për shkak se opozita nuk pranoi të formos marrëveshjen për kalimin e parave ndihmës europiane për Greqinë, qeveria u detyruar të bëjë koalicion me opozitën në këtë pikë në shkëmbim të një kompromisi politik. Kjo praktikë demokratike dhe është mjeti vetëm i zgjidhjet mosmarrëveshje parlamentare nuk ndodh në kushtet e Shqipërisë sepse opozita e bojkotoi për një farë periudhë parlamentin dhe ka agjendën e saj dhe mazhoranca siç duket u ndje rahat me bojkotin e opozitës dhe duke numëruar ditët e qëndrimit në pushtet i konsideroi këto si sukses primar në raport me nevojat publike që ishin reformat. Kështu që praktikisht koalicioni sotëm nuk ka shans për ta bërë një reformë reale në vend, nëse nuk ka vullnet për këtë gjë dhe nëse nuk ka vullnet për dialoguar me opozitën për të arritur një kompromis për këtë pikë. Nëse ne krahasojmë, marrim kurajnë, krahasojmë një kryeministër gjerman, italian, francez me një kryeministër shqiptar të traditës në Shqipëri, nuk mund të shohim kur një kryeminist të një vendi perëndimor që bredh në fshatat e Shqipërisë duke përruar rrugë dhe duke i paraqitur këto si vepra partijake ose personale. Janë paratë publike, është detyra e tij funksionale për ta bërë këtë gjë dhe në fakt nuk është detyra e tij kryesore. Detyra e tij kryesore për mirë administruar sistemin e taksave, sistemin e investimeve dhe sistemin e shtetit. Gjë që vitet e fundit ka qenë jashtëzakonisht problematike, referuar edhe raporte ndërkombëtare. Problemi madhor i kryeministit aktual dhe i shumicës kryeministrave në situata të tilla është dilema e madhe që ata kanë në veten e tyre në raport me dëshirën për të qëndruar me çdo kusht në qeverisje dhe kapacitetet real për të shtruar qeverisje. Të qëndrosh në pushtet nuk do të thotë të qeverisesh, të qëndrosh në pushtet do të thotë të përpiqesh ta mbash me çdo kusht mandatin përfaqësues. Kur praktikisht shqiptarët në zgjedhjet e kaluara kanë ndarë diferencë minimale me 42 parëve dhe do të thotë nuk ka shqiptarë të djathtë dhe të majtë, por ka shqiptarë që duan që dy palët politike të gjejnë frymën e kompromisit për gjërat madhore që shqiptarët duan. Nëse do i referohemi figurës së kreut të ekzekutivit shqiptar zotit Berisha, ju çfarë karakteristikash do t'i vishnit personit të tij në rolin e një drejtuese jo vetëm të partisë së tij, pra Partisë Demokratike, por edhe në rolin e një drejtuesi shteti? Mjaft zëra e krahason ato me diktatorët më të mëdhenj të botës, ndërsa ai ka trumbetuar gjithnjë vetëm për demokracinë në vend. Unë nuk mendoj që vlerësimi mund të jetë ekstrem, është si shumica e politikanëve të tranzicionit në Shqipëri dhe deri diku në vendet e tjera komuniste, kemi të bëjmë një brez politik i cili është lindur, rritur, edukuar dhe ka bërë karrierë në sistemin komunist dhe ky lloj brezi ka gati pamundur të përshtatet tërësisht me standardet që ne duam për demokraci. Personalisht ndjej keqarrje që Partia Dhjetorit 90, Partia e Studentëve dhe Intelektualëve ka përfunduar në një parti individuale, do thotë gati dhe pa jo ekzistente në struktura dhe në parimet për cilat asaj është krijuar, kurse në ushtrim në funksioneve nuk mendoj që ka dallim midis kryeministrat më të djallë që ne kemi pas në 20 vite në Shqipëri. Nuk kemi një model të aq pozitiv sa t'i bëjmë krahasimet pastaj me modelet negative. Shumica e tyre kanë marrë pushtetin dhe janë munduar ta ushtrojnë me gjitha mundësitë dhe mekanizmat ndonjëherë dhe antidemokratik,
thjesht për në funksion të pushtetit. Dhe këtu nuk bëjmë përjashtim, po themi, përfshi dhe kryeministrat e fundit. Kështu që praktikisht nuk e shoh këtë si rrezikun kryesor të shoqërisë, sa e shoh produktin që mban këtë lloj mekanizmin e këmbë, do thotë mungesa totale e demokracisë brenda partive politike, mungesa e partive si institucione dhe mungesa e institucioneve të pavarura. Kush është themelore, nëse ne shohim raportet edhe vetë retorikën politike, të gjithë na flasin për leadership të fortë, lider të fortë. Janë dy gjëra të kundërta. Lider të fortë mund të jetë çdo njeri që zë rrugën të tjerëve dhe nuk lejon për njeri për të kaluar aty. Por leadership i fortë quhet njeriu i cili nuk uzon rrugën të tjerëve, por i respekton të gjitha mendimet dhe ka vizionin për ndryshimin e gjërave. Gjë që Shqipërisë mungon. Ndërkohë që vende si Shqipëria, vende ish komuniste si Shqipëria me shumë problematika të kaluar, në vend të liderëve të fortë, të cilët ne kemi pasur në histori dhe nuk na kanë prodhuar ndonjë gjë pozitive, kemi nevojë për institucione të forta, institucione funksionale, do thotë një qytetar i cili ndihet i cënuar qoftë nga qeveria, qoftë nga opozita, qoftë nga dikush tjetër, të ketë mekanizmin e vetmbrojtjes së ideve, pronës, bindjeve dhe organizimit të tij. Gjë që praktikisht në kushtet e Shqipërisë është gati e pamundur për të ndodhur. Ndalemi pak në situatën e fundit politike në Partinë Socialiste. Para pak ditësh ishte votimi i zgjedhjes së delegatëve të kësaj partie, të cilët do të marrin pjesë në kongresin e 5 nëntorit. Ky proces votimi u komentua në fakt edhe në media si pa kënaqshëm apo me incidente në disa rrethe të vendit. Nga ana tjetër kemi disa emra të njohur të SMAJT-s, si Arben Malaj apo Andi Sarasani të tjerë, të cilët së fundi kanë dalë kundër rrymës së krijuar brenda Partisë Socialiste. Sipas mendimit tuaj, çfarë po ndodh brenda PS-s? A mund të flitet për ndonjë çarje brenda kësaj partie dhe formimin e ndonjë rrymë të re politike në radhët e të majtëve? Partia Socialiste në vite është dalluar si parti e cila ka provokuar debatet brendshme, dhe siç duket i ka provokuar edhe me idenë për të mbajtur një farë prezantimi krejt ndryshe nga partitë e tjera politike. Do thot me dobi publike, sepse derisa ka pasur debate, ka pasur largime, afrime etj, do thot që ky lloj mekanizmi ka funksionuar. Në rastin e fundit unë mendoj që ishte pozitiv përpjekja për të bërë votimin me një antar një vot, por modeli britanik i cili ka krijuar këtë lloj modeli është gati krejt i kundërt me modelin që ne pamë në Shqipëri. Do thot ajo çfarë këtij modeli i nevojitet për qenë i besueshëm është dy element: besueshmëria, transparenca dhe efektiviteti. Nëse nuk arrin të për t'i realizuar, praktikisht i gjithë procesi pastaj kalon në dyshime dhe në debatet ndryshme politike. Në lidhje me debatet e brendshme, është tipike kriza e një partie politike në Shqipëri. Do thotë partitë të cilat krijojnë raporte me individët jo për shkak bindjeve të tyre politike, për shkak karriere, për shkak të aftësisë, po për shkak të njohjeve personale, për shkak raporte personale me kryetarët dhe për shkak posteve publike që ata kanë pasur. Dhe në moment kur këto lloj interesash bien në kundërshtim njëra me tjetrën, pastaj kalojnë në konflikte nominale, sepse është pamundur dhe pa imagjinueshme një demokraci funksionale të kërkosh dialog me, po themi, me mazharancën dhe të kërkosh transparencë votimi me mazharancën, respektim mendimit të ndryshëm me mazharancën, ndërkohë që brenda familjes tënde ke probleme me transparencën, ke probleme me dialogun dhe ke probleme me bashkëpunimin me njerëz të cilët deri ku mbajnë edhe poste publike. Ju nuk mendoni që do të krijohet ndonjë rrymë re brenda kësaj partie? Në Shqipëri mund ndodh gjithçka, por unë jam i sigurt që shumica e partive të krijuara vitet e fundit, sidomos vitet e fundit, dhe partive që mund të krijohen nga ky lloj përplasje brenda përmena këtyre grupeve nuk është në një risi politike, sa është, po themi, lëvizje të investuara, të përkrahura dhe të interesuara nga krahët e kundër politik. Zoti Krasniqi, ndalemi tani tek një çështje e cila është debatuar mjaft edhe në media, diskutimi midis kryeparlamentares Josefina Topalli dhe presidentit zotit Bamir Topi. Në fakt, cila ishte zanafilla e gjithë këtij diskutimi, sipas mendimit tuaj, dhe a kishte realisht ai bazë gjuhësore apo një prapavi politike? Është qartë që kemi të bëjmë një konflikt politik dhe një nga rastet tipike të debatit politik në Shqipëri ku keq përdoren, po themi, emocionet saktuara, lidhjet saktuara dhe element lokal për debatin kryesor politik. Marrëdhënia midis presidentit dhe mazharancës ka qenë prej kohësh, po themi, të tensionuara për shkak të përpjekjeve të mazharancës për të lënë në hije pozicionin e presidentit dhe deri diku për të anatemuar nismat e tij kushtetuese, siç ishte rasti i gjyqtarëve propozuar në parlament apo veprime të tjera që lidhen direkt me funksionin zyrtar dhe që deri diku kanë qenë edhe të rekomanduara nga faktorët tanë ndërkombëtar prezent në Shqipëri. Po i tregojmë një rast konkret. Në rastin e Italisë, për shembull, ku mazharanca e djathtë dhe bashkëton me një president i cili është politikën karrierë të majtës, madje të majtës komuniste,
Gjithsesi në momentin e parë kur kryeministri dhe politikanë djatës e atakuan presidentin, reagimi publik ishte i tillë sa vetë ta individ dolën në mënyrë publike dhe kërkuan falje publike. Me idenë që kryetari i shtetit të respektohet dhe kryetari i shtetit nuk mund të trajtohet si një zyrtar i thjeshtë i shtetit nga ata që në përkemben nga fjalimet e përditshme politikanëve në sheshët, në rrugët dhe në parlamentin e Shqipërisë. Në kushtet e Shqipërisë është interesante që janë të njëjtit individ, të cilët po themi kanë përdorur të njëjtën retorikë përjashtuese dhe denigruese. Qoftë ndaj president Mejdani, president Mojsiu, presidenti Topi dhe siç duket është problemi i tyre themelor në komunikimin me institucionet e tjera kushtetuese. Presidenti në ushtrim në funksioneve të tij tradicionalisht është munduar të jetë i përmbajtur duke ushtruar atë që quhet funksion bazë, përfaqësues i unitetit të popullit, edhe në rastin konkret në vizitën e tij në Shkodër, siç duket është pikërisht kjo vizitë, pikërisht lidhja që pati ai me Shkodrën dhe vizitat e vazhdueshme në Shkodër dhe respekti që gëzonte një kategori e caktuar individësh që përbën edhe elitën kryesore të qytetit, e cila siç duket preku interesat caktuara politike dhe u përdor për të filluar një val sulmesh nga ato që brezat tani kanë përjetuar në mesin e viteve 70 në revolucionin e famshëm kulturor me flet kritika, me flet trufe, me sulme, me letra anonime etj, por që në kushtet aktuale dolen të gjitha nga zyrat e shtetit, nga zyrat e parlamentit dhe kjo ishte një element shumë komprometues. Themelor në këtë debat ishte për të kuptuar që ne ende nuk kemi krijuar respektin për shtetin dhe ishte provë për ta treguar këtë gjë. Dhe e dyta, është e habitshme që interesat politike arrin deri në atë pikë sa të përdorin emocionet e krahinave të veçanta dhe të keq përdorin lidhjet të saktura krahinore për të denigruar figurat politike. Dhe elementi i tretë është një vend që pretendon për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe që prezantohet në këtë mënyrë përpara botës, do thotë si një vend ku presidenti anatemohet me sulmet personale, madje nga televizioni publik ose nga linja të tjera zyrtare, madje duke kërcënuar që nuk lejohet më të shkojë as qytetet e caktuara të vendit, të pretendoj pastaj të thotë Europës se unë jam si ju dhe meritoj të jem standardet tuaja. Kjo ishte përgjigjja më negative dhe reflektimi më negativ që ne e patëm nga raporti i Bashkimit Evropian dhe personalisht e pash edhe si një pjesë të një debati të inskenuar për të hequr vëmendjen pikërisht nga përfundimet e këtij raporti. Kohët e fundit po flitet se presidenti zoti Bamir Topi mund të krijojë një parti të re politike dhe për këtë arsye po sulmohet nga demokratët e tjerë. Në fakt, ç'mund të komentoni në lidhje me këto zëra? Unë besoj që presidenti Topi si individ, si politikan karriere dhe si mosh, po themi ka të gjithë elementet të duhur për që një aktor politik edhe në vitet e ardhshme. Do jetë në zgjedhjen e tij nëse këto do ta ushtrojë përmes angazhimeve publike, angazhime institucionale apo atyre që quhen direkt angazhime politike përmes partisë që ai mendon që përfaqëson djatën apo partisë që mund të përfaqësojë në kushtet specifike të djatën. Në gjitha rastet do besoj që zoti Topi është një politikan i djatës, është një nga simbolet e politikës së djatës dhe përfaqëson disa elemente të cilët djata në Shqipëri i mungojnë aktualisht dhe që janë domosdoshme. Përfaqëson atë që quhet qytetari, traditë, inteligjencë dhe deri diku sjellje qytetare në komunikim me qytetarët dhe me vendin. Është një politikan i një modeli të përgjegjshëm në gjitha kodat publike, sondazhet e zhvilluar përpara zgjedhjes presidentit në ushtrimin e funksionit i kanë dhënë kodat e larta mbështetje dhe unë kam përshtypjen që Shqipëria ka nevojë për njerëz të tillë në jetën politike, në jetën institucionale etj. Se si do ta ushtrojë këtë gjë, unë mendoj që është çështje që duhet diskutuar në fundin e mandatit presidencial. Unë jam i bindur që presidenti në respekt kushtetutës gjatë ushtrimit të mandatit të tij deri ditën që do jetë president, do ta respektojë pikën ku presidenti nuk mund të përfshihet në parti politike apo direkt apo indirekt. Sulmet e caktuara që mund të bëhen me këtë lloj pike mendoj që janë negative dhe një aspekt tjetër. Një demokrat, një djathtë reale në vend që të përpiqet të mbledh vlerat, të vetë korrigjohet dhe të përmirësohet për të bërë sa më prezantuese në skenën politike shqiptare, po bën kundërtën, po përpiqet po themi të denigrojë edhe ata individë apo ato grupe të cilat përfaqësojnë vlera të veçanta dhe ky është një zhvillim në atë që unë ju thash më përpara në krizën e madhe që kalon e djathta aktuale në Shqipëri. Hegli ka thënë një shprehje, çdo popull meriton qeverinë që ka. Në fakt, sa e vërtetë është kjo? Unë nuk mendoj që kjo shprehje merret e mirëqen në kushtet aktuale të Shqipërisë dhe për dy arsye të thjeshta. E para sepse numri i qytetarëve që nuk marrin pjesë në votime është jashtëzakonisht i lartë, do thotë nuk kanë mundësi për ta shprehur sepse vendi është i kushzuar në bardhëzinë e dy alternativa të cilat nuk janë e mira dhe e mira më e mundshme, por janë e keqja dhe e keqja më të mundshme. Dhe zgjedhja midis keqes më të vogël nuk është gjithmonë alternativa më e mirë. Dhe e dyta, ne kemi një potencial për rreth 1 milion emigrantësh të cilët nuk marrin pjesë në votime dhe që konsiderohen edhe për shkak jetës që ata bëjnë emigracion, konsiderohen pjesa më emancipuar dhe në kontakt me botën perëndimore.
Në momentin kur ne do t'i pyesim të gjitha qytetarët dhe do t'i krijojmë mundësinë që ata të shprehin lirisht për vendimarrjen e tyre politike, atëherë jam i sigurt që produkti i tyre politik do jetë qeverisja që ata meritojnë. Sot për sot mendoj është qeverisja dhe modeli politik që është imponuar nga dy forcat kryesore politike. Faleminderit zoti Krasniqi për intervistën. Faleminderit dhe juve dhe komplimenta për sesionin televiziv.